E kom po në fëtë, e kom gjithë dikon të tauru. Regjia nëse kom si kryeministri ditëlindjen, mos besaj burr. Shumë të fola Albert urime ditëlindjen edhe pse me një ditë vonesë të dëshiroj shëndet e suksesin e jetë të gjatë Albini. Faleminderit i dashur kryeministër, uroj që sukseset i kemi të mëdha, të përbashkëta sigurisht ne kemi shpresë shumë besim tek ti. Se duke të pasur ty në prirje të shtetit, sukseset do të jenë të pandashme me respekt Alberti. Mos po besoj që për me ke fol me kryeministrin Kurti, ai gore. Mos është me ai edhe kjo, drejt kallza. Jo, komunikojmë. Po çish ku mund të besu komunikojmë. Edhe unë foli me Obamën para një gjysore më thirrë. Po nuk është diçka që kemi biseduar për ndonjë çështje të rëndësishme, ka qenë thjesht një urime. S'ka rëndësi, është kryeministri i vendit, nuk është pak figurë. Po në përgjigjet edhe shumë raste të tjera. Unë s'po besoj për veti. Që kom publiki, unë për veti, jo po besoj unë, ju për veti. Çka do të bënë për me besu ti? Më ne kallzua, ki telefon burr me veti. Mos u ikum fshin tash, mos e bën. Dëgjoj, për hir të asaj, për hir të opinionit që vërtet tani mendojnë se Sadria ka me drejt, kur po thotë se nuk besoj që komunikon me kryeministrin Kurti, unë po do më shpalos, ama jo në tërësi bisedën. Hajde. Po një pjesë. Hajde s'po të besoj, unë era të rrit po. Unë alos po besoj. A do të më kthyn nga kamera po? Ka kamera. Kështu. Se mund është kamera po. Vetëm pak të gjeti të biseda. Vetëm shkojnë të biseda me Albinin. Nuk e di pse po se asë shumë probleme. Oke, të lipi këtë. Kjo është pro biseda që kemi me Albin Kurtin. Edhe po ta gjetë mesazhin e njëjtë që kesh postin në fund. Hajde. Po se pas ke plot biseda. Kjo është mesazhi. Për cilën të edhe e kesh postin në fund. Lartë është numri i kryeministrit. Po a? Edhe është diçka normale. A ka biseda tjera zguxoj me lezu? Ja që ke biseda prit se çato janë ato. Një bisedë tjetër me Vjosa Osmanin. Orimin e 79 orë, orimet më të mira edhe për ju. Çish më edhe me këto ke fola? Të gjeni e madh. Po është president e vendit tonë, nuk ka diçka të keqe. Është. A ki edhe çfarë mesazh? Po kam këtë mesazh. Po këto e kam marrë te Vebi Kajtozi për parat se e kam marrë, blen një titull e kish po skandaloz. Ai patrioti. Haj kia? E kam edhe ato. Hajde. S'po besoj re po ta kshirme. Ti s'po beson që këto është bile Çka kaftu. Kemi edhe ajo është biseda para fundit, sepse kemi edhe një moment kur ja kanë bën një montazh edhe presidentes. Edhe unë kum lajmëru që është bën një montazh ndaj saj. Eni me po, bravo. Do të kiti për Albertin. Albert. Kjo fatë që dul Albin Kurti me voçiçe me këta normalisht është montazh burr. Ndëgjë, unë po them që jemi në prag të një lufte pa drejt në rrjetet sociale ku tash ka hyrë në fuqi edhe kjo mënyra e programet inteligjencës artificiale, por sot po bëhen montazha që vërtet besoj që neve nuk na bëjnë. Dojnë pikëru se jo për qeverisë. Po sigurisht, bëjnë montazha që aty nuk e pretes, kur ke që ke t'ja puthën e dorës. Po, e çka puni për shtypje emrin, djalit ja kishte lënë Albin apo më? Pas 6 vitesh martesë, më ka fol zotin e djal. Bravo, urime. Edhe me qenë se e kemi diskutuar se kam edhe dy vllazën të vdekur, se cilët më janë marrë emrin. Unë pak kam shku në atë aspektin që mos t'ja për të një emrin vllaznive, përderisa janë prind gjallë, ndoshta edhe prekën emocionalisht. Edhe më se s'kum prit me vendos emrin për mua më të mirën në shqiptari Albin. Albin ja kelon djalit emrin? Me plot. E më bën më të liçi ka le Vjosa dhe jun. Dhe juna. Me ojli. Edhe dhe juna dhe Vjos për më nuk pish fund. Dhe juna s'ka orë. Se ti vetë vendosi po fol çe burr me kryeministrin. A është dhe juna drejtërisht e shikut vetë vendosi sa jo? Nuk ka shik në vendosje. Jo. Po kështu ai vanda. A vetë shumë drejt kallëzon. Po nuk e di saktë rolin e saj. Jo, nuk e di nëse është Jo drenica gjet deni. Më duket se është diçka koordinatore. Koordinatore. Po, Po vetë kështu ka pak për dorë zero apo do